Më e bukura e parkut arkeologjik, teatri Miraveçar Antik, shfaqet si një nuse fare prandetit, si simboli i historisë dhe identitetit ton i lirë. Wow, çfarë mrekullie këtu, Hysen? Pra, ndodhemi të teatri i qytetit të Orikut. Po? Nëkohësisht s'ka nevojë për e themi që është ndërtuar pokursisht në kohën e banimit, një arkitekturë shumë e veçantë, se do të afrohemi në gdhëndje në muret, nuk është e derdhur, është e punuar e gjitha, gurdhët e montuar. Mendoj që këtë ka pasur kapacitetin për 500 vëzhguesësh. Kjo den 2013 ka patur vetëm shenjë të vogla të shkallës së sipërme, pastaj në vazhdimsi që në 13, siç thash, folëm në fillim, filluan ngërmimet. Ja, afrohemi qendrës, sa bukur vërtet. Qendra ose amfiteatri, besoj, Hysen. Këtu jemi tek amfiteatri. Teatri, se amfiteatri do të thotë që fush luftë betejësh. Teatr, po. Shfaqesh. Nuk ka patur luftë me gladiator me njerëz. Nuk ka pasur këtu luftime midis njerëzve dhe kafshëve. Ndaj ky teatr. Po është një teatr. Përshëndetje. Hello. How are you? Are you nice? Good. Okay. Do you like? Amazing. Yeah, amazing, yes. Amazing. Më pëlqen që ndrojmë të në qendër, i dashur Hysen, sepse po e verë veten në rolin e një shikuesit të teatrit të Laç, këtu, apo jo? Ja të kjo është edhe skena, apo jo? Këtu ku jemi në të dy, luheshin tragjedit nëse të Eskilit, të asaj kohe. Të asaj kohë që Po. 500 persona më bante si teatr. 500 spektatorë pra këtu. 500 bante. Pa se koha Ullu në për shkallarët e... Kanë qenë shkallë lartë duke në gjurëm. Këti teatri, po. Teatri. I gëdhëndur i gjithë, jo i derdhur, i beton në fjallë s'ka fare, vetëm... I punuar nga gusht skalitës së mrekullueshëm të asaj kohe, po? Veçanta lullet janë bërë në plakat e shkallëve. Ndërkohë ja shton bukurinë dhe vlerën e saj dhe ky kanali këtu, që... Vërtet, ç'është ky kanal? Përse ndërtoi ky kanal? Po pra ujrat e sipërme për mos të ndotur vendin, mos të bërë. Që vini nga kodra lart, po? Po depozitoshin këtu. Në që janë përdorur dhe përdojnë nevoja të asaj kohe, sepse dërsa ka atje derën e shkallëkimit portë. Interesant, po? Dhe kemi 2 palë shkallë, zbytën e daljen. Po, sepse ka shkallë tu poshtë. Po, jemi me shkallë. Interesant. Ndërkohë dhe dalje shkallës prapa atje. Ndërkaq i dashur Hysen, ta shpjegojmë edhe një herë pra. Në këtë teatr janë luajtur thjesht pjesë teatrale. Shfaqje teatrale. Pra nuk është amfiteatr që nuk është amfiteatr. Për ndeshje gladiatorësh me kafshët. Jo. Dhe kjo i takon qytetit së Laç antike të Orikut. Pra, pika argëtimi. Po, qartë. Banorët asaj kohe. Të referohesh të shkuarat sot e 5 shekulli 6 para Krishtit, që kulturë kanë patë ata të pararës. Është vërtet. Vërtet do t'jemi dhe krenarë dhe të mburemi që shif nga kemi origjinën. Është vërtet, kënë dashën. Është një shenjë e fortë identitare. Ky teatr këtu. Kemi një prerje shumë kulturore, shumë të bukur. Është vërtet. Pas teatrit, more që rrethojnë teatrin këtu. Po gjithashtu, shoh disa kapitele të nxjerra nga zbulimet arkeologjike, pak më poshtë. Po, këtu janë gjetur ato kolonat ato të kësaj. Po të dëmtuara nga koha, nga tërmetet. Po, sigurisht që po. I thonë, mira vite. Ndërsa këtu, me sa kuptoj, i dashur Hysen, kemi bëmi një shkallare. Po, shkallare. Apo jo, shkallare që na dërgon... Funksionon dhe për hyrjen e për daljen. Tek skena, apo jo? Po. Që vini për në skena. Ja të ngjitim edhe ne. Eja koleg, ta pasqyrojmë të rast të rrallë që kemi. Po, shumë interesante. Kjo pra ka qenë një shkallare për të shkuar në qendër të skenës. Vazhdojnë dhe më dëmtimet kanë bërë që të del lartë pasaj. Po. Ja muret që kanë dalë nga gërmimit, i kemi për balë. Gjithçka është e këtu. Të ruajtur aty. Është një monument më vete. Pra, qendra që tregon kulturën e Laçit, që ata bashkë që kanë jetuar dhe me kulturën të parët tanë, po. Të parët tanë. Ajo që shkalla e lartë e vetdijes në kulturë, flasëm kështu. E popullit të kësaj zone, e popullit të Orikut të Laçit, pra. Tu gjendemi,
si pjesë e atij qytetërimi. Tu gjendemi.